SPAK ka përfunduar hetimet për 2 ish prokuror dhe ka dërguar kërkesën për gjykim. Kledian Llaho akuzohet për korrupsion, ndërsa ish prokurori tjetër Çlirim Shahini për ushtrim të ndikimit paligjshëm. Ish prokurorët dyshohet se ndërhyn në procedurat gjyqësore për të zbutur masën e sigurimit ndaj Pando Papuçit, i cili ishte shpallur në kërkim për ndërtim pa leje. Sipas SPAK-ut, Llaho ka marrë 30.000 euro, ndërsa Shahini 25.000 euro. Të dyja për ndërhyrje në trajtimin e çështjes. Hetimi tregon një skem korrupsioni të organizuar ku funksionarët të drejtësisë kërkonin përfitime monetare për favorizim. Nën akuzë është edhe biznesmeni Vasil Bakalli, që dyshohet se ka luajtur rol sekseri në këtë aferë. Sot në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u mbajt seanca e radhës për dosjen Plumbi Art, e cila u shtyr për shkak të mungesës së të pandehurit dhe bashkëpunëtorit të drejtësisë Nureddin Dumani. Avokati i të pandehurit Gentian Sharra kërkoi shoqërimin detyrues të Dumanit për të bërë ballafaqimin e deklaratave me të pandehurin Henrik Hoxha, por SPAK kundërshtoi kërkesën duke argumentuar se nuk ekzistojnë kundërthënie që ta justifikojnë. Gjykata vlerësoi se nuk plotësohen kushtet ligjore për shoqërimin detyrues, por tha se do të shprehet më vonë për këtë kërkesë. Seanca e radhës u caktua për më 3 shkurt. Prej 20 ditësh vijojnë kërkimet për gjetjen e trupit të 30 vjeçarit Jurgen Karaj, i cili dyshohet se ka përfunduar në projën e Darësit në territorin e bashkisë Klos. Edhe pse operacionet kanë qenë intensive, deri tani nuk ka rezultate konkrete. Në kërkime kanë marrë pjesë forca të shumta përfshirë ushtrin, forcat shqiponja, zjarrfikësit e Matit dhe Klosit, punonjës të bashkisë, banor dhe familjar. Sot me urdhër të presidentes Kosovës Vjosa Osmani, pritet të mbërrijë një ekip i specializuar nga Kosova për kërkime në ujore, me pajisje të avancuara si skaner për ujëra, Ig-Tek 5201 dhe droni në ujor Dig-Trerov në përpjekje për të zbardhur fatin e të riut. Transferohet drejt spitalit të traumës në Tiranë kalimtari që u plagos 3 ditë më parë gjatë sherrjet të rënd mes babait dhe vajzës në Durrës, që në fakt rezultoi të ishte kolegu i të res. Sipas familjarëve, Onard Memlika ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore dhe po mbahet në reanimacion. 35 vjeçari mbeti i plagosur pasi ndërhyrje për të ndalur konfliktin mes 56 vjeçarit Mikel Ndoi dhe vajzës së tij 24 vjeçare Jessica Ndoi, e cila gjithashtu u plagos. Ai tentoi të shuante sherrin, por përfundoi vetë viktim. Fillimisht policia njoftoi se të plagosurit ndodheshin jashtë rrezikut për jetën, por gjendja e Onard Memlikës është përkeqësuar me kalimin e ditëve. Ndërkohë gjykata e Durrësit ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Mikel Ndoin, i cili akuzohet se plagosi me thik vajzën e tij pranë vendit të saj të punës. Një sherr për motive të dobta në Sarandë degeneroi në përdorimin e thikës duke lënë 2 persona të plagosur në lagje nr. 4 të qytetit. Si pasojë e konfliktit mes Enea Qorit dhe Ernest Gjonçajt, ky i fundit 27 vjeç dhe banues në fshatin 6, u godit me thik pas shpine dhe u dërgua me urgjencë drejt Tiranës për trajtim të specializuar mjekësor. Nga përplasja ka mbetur i plagosur edhe Enea Qori, i cili rezulton me precedent penal. Policia e Sarandës ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Eria Ago kërkon lirinë në gjykatën e lartë pas zbutjes së masës së sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie. Ajo dyshohet nga SPAK se ka pasur dieni dhe ka ndihmuar në vrasjen e Fatbardh Licit në lagjen Kiras të Shkodrës në vitin 2018. Ago u arrestua më 26 shkurt të vitit të kaluar pasi dyshohet se ka drejtuar një nga automjetet e përdorura në ngjarje. Megjithse 31 vjeçaria i ka mohuar akuzat, gjykata nuk ka marrë parasysh pretendimet e saj duke lënë në fuqi masën e arrestit. Eria Ago rezulton ishe dashura e Safet Bajrit. Një 45 vjeçar grek është vënë në hetim pasi tentoi të dalë nga Shqipëria me 45.000 euro të padeklaruara. Parat u gjetën brenda një çante teksa udhëtonte drejt Greqisë nga porti i Sarandës gjatë kontrolleve rutinë të policisë kufitare. Autoritetet e referuan rastin në prokurori ku nisi procedimi penal ndaj shtetasit banues në Greqi. Shuma e sekuestruar shërben si provë materiale, ndërsa materiali procedural u kaluan në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë për veprime të mëtejshme për veprën penale mosdeklarim në kufi të hollave dhe sendeve me vlerë. 2 shtetase braziliane janë proceduar penalisht pasi kishin përshtatur një apartament në lagjen nr. 1 në Volg të Durrësit për ushtrim prostitucioni. Policia njofton se gjatë operacionit koduar Storm u sekuestruan 1.080 euro, 116.700 lek, $120 amerikan, 80 pound britanik, 150 franga, 3.430 dinar, 2 pasaporta, 8 celular, karta telefoni dhe bloqe shënimesh. Në procedim penal u përfshin edhe 2 klientë shqiptar për veprën penale prostitucion. Operacioni u zhvillua nga seksioni për hetimin e trafiqeve me mbështetjen e forcës së posaçme operacionale dhe dokumentoi aktivitetin e paligjshëm për një periudhë 2 javore. Materialet procedurale janë dërguar në prokurorinë e Durrësit.
Gjykata italiane ka vendosur burg për një 44 vjeçar shqiptar i arrestuar pak ditë më parë në zonën e Vasto Marinos në Abruzzo me një sasi të konsiderueshme droge për trafikim. I arrestuari me iniciale BJ pa leje qëndrimi do të qëndrojë në paraburgim deri në përfundim të hetimeve. Gjatë kontrollit, policia i gjeti rreth 1 kilogram kokainë dhe hashash, shumë parash në valutë, mjete për shitjen e drogës dhe telefonin e tij. Droga ishte fshehur në tualetin e shtëpisë, por nuk i shpëtoi kontrollit të agjentëve. Gjyqtarja Ana Rosa Capuzzo konfirmoi arrestimin duke refuzuar kërkesat e avokatëve mbrojtës për masa alternative. Hetimet vijojnë për të zbardhur rrjetin e trafikut dhe bashkëpunëtorët e tij. Publikohen pamjet nga laboratori i sofistikuar i kokainës në Empoli të Firences, i goditur së fundmi nga karabinierët italian. Në prangar janë një shqiptar 54 vjeçar dhe 3 kolumbian që dyshohen si organizatorët dhe ekspertët kimistë të rafinerisë. Sipas autoriteteve shqiptari kishte kthyer banesën e tij në një laborator modern për përpunimin e kokainës me dhoma të fshehta dhe pajisje profesionale. Si provë u sekuestruan 34 kg kokainë me vlerë rreth 1 milion euro. Të 4 personat janë dërguar në burgun e Firences në pritje të vendimit të gjykatës. Laboratori është çmontuar ndërsa hetimet për aktivitetin kriminal vijojnë. Një ditë më parë në Palermo të Italisë, Komisioni Parlamentar Antimafia zhvilloi një seancë dëgjimore me gazetarin investigativ Giuseppe Baschetto për të raportuar mbi zhvillimet e fundit të krimit të organizuar në Sicili. Gazetari theksoi rritjen e aktivitetit të kriminalitetit shqiptar me aleanca me klane lokale si Paolello, Rinciviglio, Capello, Arena, Nizza, Botaro, Aparo, Trillia dhe Crapula, duke vepruar në zona të ndryshme në juglindje të Sicilisë, pa miratimin e Cosa Nostras. Ai paralajmëroi se juglindja po bëhet një nyjë kryesore për trafikun ndërkombëtar të drogës, ku mallrat shpërndahen nga Catania në Kalabri, Lecce dhe Brindisi dhe më pas në Gjermani dhe Europë. Deklaratat e tij nënvizuan rrezikshmërinë e aleancave të reja mafioze dhe nevojën për bashkëpunim të ngushtë mes forcave të rendit dhe institucioneve. 16 plumba me tret plagosur rënë në mes të ditës në Anvers të Belgjikës pas një shitblerje droge prej 12 bloqesh kokainë me vlerë 264.000 euro. Një përplasje që shpërtheu më 16 tetor 2024, ku pjesëmarrës ishin shqiptarë dhe një grup nga Brukseli. Gjatë shtënave u plagosën në rënd 3 shtetas, ndërsa shqiptari i tret mbeti pa prekur. Një blok kokaine u gjet në Tarac, ndërsa një person u zhduk, duke marrë me vete disa bloqe droge. Sot u zhvillua gjyqi, prokurori kërkoi dënime 4 deri në 7 vjet për 6 të dyshuarit për trafik droge dhe tentativë vrasje. Shumica mohuan qëllimin për të vrarë, duke argumentuar vetmbrojtjen dhe rolin minimal në përplasjen e dhunshme. Vendimi pritet të jepet më datë 2 mars. Ditën e sotme në gjykatën themelore të Prishtinës dëshmoi Naim Murseli, i dyshuari për organizimin e vrasjes së gruas së tij Liridona Ademaj. Ai deklaroi se marrëdhënia e tyre gjatë 12 viteve martesë ka qenë e mirë dhe pa konflikte, duke pasur 2 fëmijë dhe jetuar më parë në Suedi, ku Liridona mori shtetësinë suedeze. Murseli u soll në gjykatë në masa të rrepta sigurie dhe me pranga së bashku me Granit Plavën dhe Kushtrim Kokallën, të dyshuar për përfshirje në këtë krim. Seanca për këtë çështje ka përfunduar, ndërsa seanca e radhës është caktuar të mbahet më 11 shkurt në të njëjtën gjykatë. Kina ka ekzekutuar 11 anëtar të familjes kriminale Minge, e cila drejtonte qendra mashtrimi mafioze në Myanmar dhe vriste punëtorët që përpiqeshin të arratiseshin. Familja Minge, njohur si një nga 4 sindikatat kryesore të veriut të Myanmarit, ishte e lidhur me qeverinë lokale dhe milicinë e juntës, duke kryer mashtrime online, prostitucion dhe prodhim droge. Kryefamiljari Ming Goekchang ishte deputet në parlamentin lokal dhe më pas ndroi jetë në paraburgim. Gjithsej, grupi kishte rreth 10.000 punonjës në një industri multimiliardçe mashtrimesh përfshir zhvatje e vrasje. Ekzekutimet u konfirmuan nga media shtetërore të Xinhua, ndërsa Kina paralajmëroi se do të vazhdojë përpjekjet për të zhdukur plagën e mashtrimit dhe bixhozit në rajon. Pas aksidentit tragjik në Rumani, udhëtimi i kthimit për 2 tifozët e plagosur të PAOK-ut nisi sot në mëngjes, kur avioni i qendrës kombëtare të kujdesit dhe emergjencës së Greqisë u ngrit nga pista e aeroportit të Timisoarës. Bëhet fjalë për 20 vjeçarin Konstantino dhe 28 vjeçarin Mario, të cilët pritet të mbërrijnë ditën e sotme në aeroportin e Selanikut, ku do të presin ambulancat për t'i çuar në spitalet e qytetit. Tifozit të tret plagosur, 20 vjeçarit Kosta, i cili një ditë më parë ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale, nuk ju rekomandua lëvizja menjëhershme dhe do të qëndroi për pak kohë në spitalin e Timisoarës. Ndërkohë, sot pasdite pritet një fluturim special që do të riadvesoj trupat e 7 tifozëve të PAOK-ut që humbën jetën të martën pas ditën e aksidentin tragjik në Rumani. Autoritetet rumune vazhdojnë hetimin, por ende mbeten pa përgjigje pyetjet kritike mbi shkaqet e sakta të ngjarjes mes viktimave. Ishte edhe tifozi shqiptar Vasil Pilo, ndërsa mes të lënduarve është tifozi tjetër shqiptar Genci Sadiku. Në Selanik, tifozët e organizuar të PAOK-ut do të presin plagosurit dhe trupat e viktimave për të nderuar ata që humbën jetën në këtë aksident tragjik.